A është i njëjtë vlera e salavateve të shkurtër si ajo e gjatë, cila ka efekt më shumë? Dërgimi i salavateve mbi profetin a.s. ka shpërblim të madh. Forma më e plot është ajo që transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Pra forma e salavateve që ne bëjmë gjatë namazit, në teshahud. Ndërsa, në përditshmëri, edhe nëse ti e thua shkurt, pra Allahumma salli ala Muhammed, shpresohet inshallah të arish atë shpërblimin që përmendet tek Nesaiu. Kush dërgon një salavat mbi profetin a.s. Allahu i lartësuar dërgon mbi të 10 salavate. Ja heq atij 10 mëkate dhe e ngre e lartëson ato 10 gradë. Kështu që edhe forma pra shkurt Allahumma salli ala Muhammed, inshallah arrihen këto shpërblime dhe sa më shumë dërgosh salavate mbi profetin a.s.